Në Brooklyn, në një nga qytetet historike dhe ndër më të populluara të New Yorkut, nxënësit shqiptar filluan shkollën shqipe. Në mjediset e shkollës publike amerikane 205, nxënësit shqiptar të lindur në Amerikë ulën për të filluar vitin shkollor akademik 2014-2015. Shumë prej tyre njiheshin nga vitet e mëparshme dhe takoheshin me mall, sepse ishin me sezonin e pushimeve dhe kishin pothuajse gjithë verën që nuk ishin takuar, nga se dikush kishte shkuar në Shqipëri, Kosovë, Maltëzi, Dibër, Çamëri ose vende të ndryshme të botës që ata i tregonin me aq mbresa dhe bukuriza fëminore. Disa prej tyre uleshin për herë të parë në bangat e shkollës dhe që më të mëdhenjt tregoheshin tepër të kujdesshëm për t'u dhënë ngrohtësi dhe dashuri si më të vjetër të shkollës shqipe. Në ceremoninë e hapjes së fillimit të vitit shkollor, përshëndeti doktore Valbona Zyla Watkins, zëvendës presidente e shkollës shqipe dhe bashkëthemeluese e saj, e cila i uroi mirëseardhjen të gjithë nxënësve, prindërve dhe mësuesve të shkollës. Doktore Watkins bëri një prezantim të shkurtër të historikut të shkollës shqipe Alba Life, shkollë që operon në Staten Island, Brooklyn dhe së shpejti do të kemi shkollë shqipe edhe në Manhattan. Në fund të ceremonisë, përshëndeti dhe zoti Qemal Zylo, të gjithë prindrit, nxënësit dhe mësueset e vjetrat si Altiona Stefallarin, Afërdita Kaçupën dhe ju ka uruar mirëseardhjen mësueseve të reja, Mariana Bulkut dhe Armela Sheaj, të cilat u treguan të gatshme për këtë mision fisnik. Pas ceremonisë së hapjes, nxënësit u shpërndan në klasa së bashku me mësuesit, të cilat zhvilluan mësimin në gjuhën shqipe. Ju mirëpresim të sillni fëmijët pranë shkollës shqipe Alba Life.